Të mirat e sajna janë që mënesh me bë punën kur dush, edhe pse kjo varet prej kontratës që shiki. Do të thotë kontratat zakonisht janë krye punën, nuk ka nevojë kompanitë në ditë sodit ma nuk po bajnë micromanagement fatbartësisht plot prej tyne, ose unë kam fatin me qëllun një kompani tillë, sepse nuk kam shumë njohuri për kompani tjera që e kanë sistemin e punës, po orari du të me qenë 8-4 ose 9-5 për gatishmëri, më thonë për availability, të cilën të e dedikon, e nikosisht punën kur e kryen nuk është që e këshyrin shumë në rastin tem, e rëndësishme është me qenë prezent takimet ditore, javore, në takimet 2 javore që mbohen, edhe me bë delegimin e punës edhe përfundimin e sajna në kohën e caktume, të cilën zakonisht shumica prej zhvilluesve e caktojnë vetë. Momentin që ty t'jepet një punë, një task, me kry, prej pikave të para që duhesh me bë është me kuptu, me bë pyetje nëse nuk i di çka të qartë, çka është u kërku, edhe nikosisht me caktu një kohëzgjatje sa ta mërmenja që ty mënët me zgjatë që kjo punë për me e kry, edhe më pas me fillu progresin e punës. Ju Adem, do thot, a punonin, mundeni me punu, do me thonë edhe prej shtëpisë, po njëkohësisht mundeni me pas edhe një zyre ku punoni. Qysh është kjo pjesë? Une, do thot, këtë punën remote ose punën prej shtëpisë e ka bë të njoftun pandemia. E ka bë kohë gjatë njoftun pandemia, shkaku që kem të mshelt krejt edhe puna u do keme vazhdu. Unë e pandemie kom për 2011-ës. Më thonë, prej viti 2011 vetë se punoj prej shtëpisë, për një kohë shumë gjatë, deri pak para 2 vjetë kom punu non-stop. Kur ka pas projekte ashtë jam dalë edhe prej shtëpisë kom punu, do më thonë edhe në kompani tjera, ku ka qenë nevojë prezenca. E mira, po mënej, ajo që po du me thonë është që çdo herë ka të mira dhe të këqija, pa tjetër. Po prej shtëpisë kur punon njëri, mënush pak edhe do me thonë, mënush me slack që shtojnë ta, mënush pak mja huq orarit nëse nuk i disiplin caktume. Edhe nikosisht ajo që vlen përmendet është që në fund ditës ti keme u gjuku për punën cilën kime jetu e bo. Dhe nëse nuk i performancë të caktume, ose nuk i mrin afatet kohore, kërkush nuk të pagun, do me thonë, për menajt. Qka ka për parësi është që një laptop të vynë kushtimisht, edhe mënush me ba punën malë, në gërmin, në kafe, mënush me ba mrena shpis, ku do që ti njëhesh ma komod, në atë komfort zonën që e ki. Nikosisht edhe puna në zyre e ka ato të vetën, se e ki një mision që kime dalë, me thonë kime shku, e ki një orar caktum, dush me qelë zyrën, me mshel zyrën, me najtë gati që ati vanit punës, edhe kështu me radhë. Po. Qysh është dita kryesisht e një programeri? Është ditë si e krejt njeve tjerve, apo dallon për shkak se ti ki mundësi, për shembull, me dalë edhe në kafe, mi kry punën, për dallim prej nesh që? Në general, do të thotë është ditë normale si e krejtve, krejt aty në që kanë orarë të punës, specifik se cili e bën, do me thonë, orarin edhe disiplinën e vetë. E vërtet është që po, do me thonë, tash teknologjia na i ka mundësu me shku kudo me e kry këtë punë, po më varët të thashtë, do me thonë, specifik, e mira është që se cili e bën plan programin e vetë ditor, edhe e ndjek që ata me gjelozi apo pa gjelozi, do të thotë, është preciz apo jo, është çështje individuale. A jeti precis, do me thonë, qysh e nis ditën? Unë e nisi ditën, do me thonë, fatbartësisht, buroj për një familje që kanë qenë shumë sakt, baba jam, 40 vjetë ka mësim, edhe nuk o vënu asë njëherë. Asë nuk ka mungu asë njëherë, edhe në raste emergjente, do me thonë, në shkollë. Edhe të rritë në qëtë atmosferë, nuk më ka imponu, po është ba pjesë e kulturës edhe jetës tam me uzgju herët, edhe me fillu ditën herët. Mënyra që shumë e strukturoj ditën është fillimisht, do me thonë, mas namazit sabahat, shkojnë fitness, aty i kaloj 1 orë gjysë deri në 2, kthehena në shpe, e ha mëngjesin me bashkëshortën, fëmijët vetë se janë në shkollë në atë kohë, edhe më pas shkojnë në zyre edhe e vazhdoj ditën. Tentojnë fillim ditës me i ba punë të fështira, me thonë punë të fështira që ato që janë matë komplikume, ose që lypen ma shumë me ba breakdown, me thonë mi ndanë në punë matë vogla, e punë që janë pak ma kreative dhe që mënush me i ba kështu ma administrativisht, që janë pak ma thjeshta me i punu, tentojnë me i ba mas namazit drekës, kur vetë se janë nis pak edhe energjia me ra, edhe fokusi me hup.
Kjo është njëna për mënyrave qysh domethënë e bëj që një kohë gatë këtë punën tëm.